Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik në vend, por edhe atë se çfarë po ndodh mes politikës dhe sistemit të drejtësisë, ku në gjykatën e posaçme ka nisur procesi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi sa i përket aferës privatizimit të Esport Klub Partizanit, ndërkohë nga ana tjetër SPAK ka administruar prova të reja edhe për Ilir Metën sa i përket transaksioneve bankare ose më saktë blerjeve online. Dhe ndërkohë disa ditë më parë presidenti amerikan Donald Trump nxori një urdhër ekzekutiv sa i përket Ballkanit Perëndimor, ku do të ndërmerren sanksione dhe masa shtesë ndaj figurave apo zyrtarëve të lartë të cilët minojnë demokracinë apo sfidojnë politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje Bardhe. Avokat, në gjykatën e posaçme ka nisur procesi, megjithëse nuk është zhvilluar seanca e parë, po ka nisur procesi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi sa i përket procesit të privatizimit të Esport Klub Partizanit. Ju si e keni parë nisjen e këtij procesi, ku në seancën e parë nuk është paraqitur vetë ish-kryeministri Sali Berisha? Së pari e mendoj si një proces shumë të gjatë, ku pala mbrojtëse, domethënë parashikoi të luaj edhe në fushën politike, po dhe të juridike, do të luaj shumë në fushën profesionale, pra do kapet pas ligjeve procedurale, të thoja më mirë, ku do të zvarriste sa më gjatë e sa të ishte mundur të proces, të fiton të kohë, duke luajtur me mungesën e avokatëve apo dëshmitarëve apo të ekspertëve, do të kapi pas çdo prove dhe do bënte mirë, pasi një mbrojtje efikase e kërkon këtë gjë. Por gjithashtu do të kemi edhe një pronësim të fortë gjithmonë në fushën publike për të paraqitur Berishën si një persekutuar politik. Dhe këtë proces, një proces me nxitje politike. Pra, këto gjasat kanë qenë që fillim edhe kanë vazhduar, do të vazhdojnë në këtë rrugë, me sa shoh. Megjithatë, në seancën e parë mungoi gjyqtarja, e cila, siç e kemi parashikuar, kërkoi vetë dorëheqjen, pasi ka një konflikt interesi, dhe këtu e humbi shansin edhe mbrojtja për treguar që është një mbrojtje brillante, e pastër me moral, thoshte, jo, kjo është kushurira e parë e deputetës tonë, kështu që ne kërkojmë vetë ne që të konstatohet konflikti interesi, të japi dorëheqjen ose kërkohet përjashtimi i saj. Pasi unë si qytetar që jam përballë Berishës, pra padyshim nuk shoh që Berisha i ka ngritur gjë për të mbrojtur përveç se procedurës. Pra, jam që si çdo qytetar tjetër, ai të gëzojë një proces drejt, po vetëm kaq. Për të tjerat, të gëzojë një proces drejt dhe të mos i bëhet padrejtësi në proces personit më të padrejt që unë kam përjetuar me jetën time në këtë vend. Vazhduar me persona të tjerë. Se kur themi Berisha, nuk kuptojmë gjithë të sistem 34 vjeçar, të pafund tranzicioni, që u nis me mentalitetin e tij qeverisës, edhe po vazhdon me bashkëortakun e tij Rama, tani së fundi. Unë e kam parë mungesën e tij në seancën e parë si një pjesë të luftës brendshme që ai ka, me ato që ndërtoi për shumë vite, me atun e njeriut që nuk është më lart se ligji, nuk përgjigjet para ligjit. Ai e ka të vështirë të ulet në bankën e të akuzuarve.
Dhe momenti që gjykata do të thrasë atje, pasi do duhet paraqitet patjetër, mund të ketë seanca ku mund mos shkojë dhe shkojë avokati, por përgjithsisht duhet shkojë se do ketë bëj me pyetje nga prokurorët, me pyetje nga avokatët mbase, po edhe me pyetje nga vetë gjykata. Megjithatë, momentin e parë që do ulet, ai ka sikletin e madh që u boj barabart me ne të tjerë. U boj një person I cili mund të përgjigjë përpara ligjit. Se deri tani ka qëndruar mbi ligjin, pra ka qëndruar jo si një burr shteti një vendi demokratik, po ka qëndruar si një sundimtar. Njerëzit që nuk përgjigjen para ligjit dhe janë mbi ligjin, janë thjesht dhe sakt sundimtar. De facto, deri tani ka qenë një sundimtar në vendin tonë, nuk është përgjigjur para ligjit, dhe ka ardhur dita të përgjigjet në mënyrë simbolike, pra është një çështje nga më të voglat, nëse ai ka gjunaje, ky do të është nga gjunajet më të vogla që ai ka, por ka një simbolik fuqishme. Erdhën në pushtet, qeverisi për vete, për familjen e tij dhe klanin e tij, se I duhet klani, ose do njerëz tjerë përveç vetes dhe familjes, duke tjetërsuar pronat publike, duke I marrë ato, duke I përvetësuar ato, dhe duke pasuruar dhe duke qeverisur, domethënë, në konflikt të plot interesi, duke nxjerrë ligje për veten e tij dhe klanin e tij, në dëm jo vetëm të bashkëqytetarëve të tjerë, që kanë qenë, që edhe mund të jenë ortak, duhet parë mirë a ju takon ajo pronë aty atje apo jo, a ka qenë paguar më parë, e rimbursuar më parë nga pala italiane apo jo, këtë do të parë për gjatë procesit. Por dhe nëse kanë qenë pronarë vërtet tokës, ata kanë qenë detyruar të bashkëpunojnë me këtë person, të japi koncesione këtij bashkëpunimi nga pasuria e tyre e lishme, nëse I takonte, dhe mbi të gjitha e ka kthyer të gjithë mentalitetin ton për një qeverisje të drejtë, të barabartë përpara ligjit, në një qeverisje të familjes dhe vetëm për familje. Kanë qenë disa vendime të qeverisë dhe disa emërime të saj, edhe çemërime, në funksion të këtij qëllimi, dhe në fund fare kemi një pasurim për te, mund të kemi edhe vepra të tjera penale që mund të konstatohen për gjatë gjykimit, se si me disa qindra metra katror tokë mund të dalësh pronar dhe të dalësh me pasuri me 10 milion euro, kjo është e pamendueshme, ndërkohë që sikur me 1% të këtij menaxhimi ishin menaxhuar udhëheqjen për gjithë vendin, që ka 28.000 km2, jo disa qindra metra katror, ne nuk do të kishim këto probleme që kemi sot, që na kanë detyruar mungesa e mjetit të jetesës të lëmë shtëpiat tona, braktisim jo vetëm shtëpiat, por dhe familjet tona. Kështu që mendoj që do të jetë një gjyq I gjatë, ku do të thyen disa bariera si për Berishën dhe për ne. Ai nuk është mësuar ta shohë veten si njeri që mund të japi llogari përpara ligjit, dhe që ka një mundësi që ai të shkohet, pra kishte instaluar pandoshueshmërinë ka shiti, dhe ne nuk ishim mësuar ta shihnim atë të barabartë me veten tonë edhe përpara ligjit. Dhe të jetë përgjegjës përpara ligjit. Prandaj, për mua është gjyq jo vetëm I Berishës, por është një gjyq që I bëhet të gjithë establishmentit politik shqiptar, establishmentit abuziv, I cili në mënyrë pamëshirshme shkatroi jo vetëm resurset e këtij vendi, por dhe shpresën që ky vend mund të bëhet. Ju thatë se Berisha meriton një proces të drejtë, ashtu si çdo qytetar shqiptar, po nga ana e tij vetë Berisha ka cilësuar këtë proces si të montuar politikisht dhe të dirigjuar nga kryeministri Edi Rama. Sa dorë ka Edi Rama në procesin ndaj Berishës, ku duket që përkon edhe me lëvizjet politike apo me zhvillimet politike, ku e pam që pasi
ishte në arrest shtëpie dhe i duhej, siç pretendojnë dhe shumë analistë, i duhej për zgjedhjet elektorale dhe nxori nga arresti i shtëpisë dhe tashmë që mbaruan zgjedhjet e përgjithshme parlamentare 11 majit, drejtësia fillon sërish me Berishën. A ka një manovrim politik këtu nga ana e kryeministrit Edi Rama? Po nëse ka manovrim politik, ai është pro Berishës, jo kundër Berishës. Pikërisht pra, për ta pasur si oksigjen për vetë qëndrimin e tij në pushtet. Tani, nëse flasim se ne jemi detyruar edhe ta komentojmë Berishën kur flet. Pavarësisht që unë në disa momente në lidhje me raportin e tij me vërtetën dhe seriozitetin, disa pjesë e kësaj pune kam kapitull mbyllur me Berishën, Ramën apo Metën. Por për hir të debatit publik jam i detyruar e para njerë Berisha është gënjeshtar nga koha e këmbët. Se ka dhënë deklarime të tmerrshme kundra Metës dhe Nanës dhe pastaj ka bashkëpunuar me ta. Nuk ka pasur problem të lëpi atë që i ka bështyrë domethënë, në mënyrë publike. Unë se bëj në jetën e përditshme kur kam bindje që një person është negativ dhe me cilin nuk duhet bashkëpunuar, edhe sikur të mos më ketë par publiku, mjafton që e di vetë. Mjafton që e di Zoti i lartë, që ky person është i tillë. Dhe nuk meriton më mirëbesim. Tani Berisha nuk ka dhënë një argument, po të flasim tani me këmbë tokë, apo fakt, apo provë, që Rama ka komanduar SPAK. Se Rama maksimumi mund të ketë bërë në një, nuk e di çfarë lloj forme, po edhe gjetë në forma të Shqipëri, që të keton SPAK-ut aman ule dorën mos me arresto para fushatës. Dhe po i shohim që po i thret tani. Tani po çojmë raportin e ish pushtetarëve, të ish hajdutëve, me të hajdutëve tani, me të pushtetarëve që janë tani, pra me hajdutë PD-s që ishin pushtet, me këta PD-s që janë pushtet, raporti flet që më shumë, disa fish më shumë, janë hajdutë PS-s përpara drejtësisë. Tani çfarë loje është kjo? Është loje madhe taktike e Ramës kjo, vetvrasjes, i biti jetë vetvrasje. Nëse unë kam një shije të keqe për PS-n dhe e shoh tani si një vazhdim i PD-s dhe asgjë më tepër. E kam pikërisht se ato dyshime që kemi parë, se ne jemi të pranishëm kudo, ku ka qeverisje. Po media dhe drejtësia po bën një punë tillë që na kanë krijuar një perceptim. Na duket sikur ne i pam tani, ora ti ke vjedhur, je përpara një akuze, edhe ne duam tani të qeverisim me duar të pastër. Të paktën me duar të pastër. Mund ta kesh mendje për të vjedhur, mund ta kesh shpirtin katran. Por ne duhet të vendosim disa rregulla loje që njerëzit mos kenë mundësi të vjedhin. Mos jemi mshirën e Ramës dhe të Berishës. Tani po patëm akoma drejtësi që na vjen nga Rama, kur mos e paçim. Drejtësia është një nocion shumë i madh, është hyjnore. Edhe sikur njerëzit, jo vetëm që janë hall, po edhe sikur njerëzit të jenë duke fituar. Mund të jetohet për shembull në Shqipëri me 4-5.000 euro në muaj një familje. Por unë fitoj 100.000. Por bën një punë barabartë me ty dhe ti fiton 1 milion. Edhe ma ndan punën keq. Ti merr 1 milion, unë 100.000. S'më lë mua, pa drejtësia që ndodh nuk të lë në këtë rast. Jo më që këtu po flasim për një drejtësi kaq nevojshme sa të sjelli të krijojë oksigjenin minimal në këtë ambient bytës. Sjelli pak oksigjen, njerëzit jetojnë. Pse ka bërë Berisha ato veprime që ka bërë? Po të kishe drejtësi në gjitha shkallët, nuk do ta bën. Nuk do të dilnin këto,
Nuk do merrni një guximin shkel të ligjin. Të gjithë pushtetarët që vjedhin në mënyrë të shmendur, si këta shqiptarët, se këta e më trimat bota. Pra mos përja bura shteti se këtu nuk gjen. Ta marri dhe gragjës janë gra, edhe po gjëa për plotësuar kotizacionin, se s'kan mendere të qeverisë me bura. Kupton? Dhe këta dalin më trima se gjithë, dalin më trima se britanikët, që kanë eksploruar botën, në dy skajet e botës, në dy poljet, që shkonin në minus 70 gradë, më tremërinë e tyre. Ta e më trima se britanikët ta. Ta e më trima se në Afganistan, për të vjedhur. Nuk ka kështu korupcioni në Afganistan, si që kemi ne. Ka mungesë autoritetit shtetit në për zonat ndryshme të territorit. Po kështu si çmendur si kene? Të gjithë ta janë shuar vjedhjes pa kufi me tremërinë e madhe, bën edhe arrogant. Se duke parë, unë jam i Zotit më thotë. Unë kam fuqi të marr para që s'm takon fare. T'ja marr tjetrit, bile t'ja marr frymën aty duke marr parat. Edhe njerëzit vrasin veten se nuk kanë çfarë t'i bëjnë këtyre lloj politikanëve. Këta janë për t'i marrë, për t'i hedhur në koshin e plerave që momentin e parë që has padrejtësinë. Fizikisht, ti marrësh e t'i hedhësh në kosh plerave. Fatmirësisht kemi edhe lanën në afër institucion, ti marrë t'i hedhin lanë. E kam realisht që po them, nuk e them kështu. Pse ndodh kjo? Se këta kanë kapur drejtësinë deri tani. Se po mos kapësh drejtësinë, minimumi gjykatën e lartë. Sa aty zhbëhet çdo çështje, nuk e guxim vjedhësh. Që zvolli Berisha në kohën e Enverit? Po ishte një Enverist i thekur, një komunist i devotshëm për kohën, sa i qunin të dhënë ekstremist të bezdisur. Edhe vetë komunistët e vitit 42, 3, 4 e kishin bezdi, të që lindi 24. Ata ishin bërë komunistë 24, e kishin bezdi, të rinin nga aftë. Pra, ne Berishën e njohim, ja kemi bërë atë skanerin total. Është krimi më i vogël që ka bërë ai për gjithë kohës pushtet. Megjithatë, një hap pak pozitiv, që ne po instalojmë dëshkueshmërinë dhe do ta marrë vesh Berisha kur t'i zërohet pasuria. Se po flet për Rama. Dash Zoti të më ketë mu nesër përballë. Do ta marrë vesh. Nuk do ketë më lojra politike ku ministrat e Berishës takohen me ministrat e Ramës nëpër kafe dhe han dreka. Unë i ka parë me sytë e mi. Dhe bëjnë pasaj si ku bëjnë debate. Nuk do ketë më pasaj. Unë mendoj që Berisha nuk mund të shkoj me këtë luks, prandaj nuk është në një farë mënyrë drejt në ky. Berisha ka vjedh pafund. Berisha ka shpërdoruar pafund. Berisha, Meta, Rama e gjitha nuk mund të kenë luksin më që edhe ku përballen me drejtësinë të përballen me para pafund si suport. Dhe për këtë mendoj që kjo është një drejtësi deri tani si përfaqësore. Për t'i mbushur mendjen një opinioni që është mosbesues, po dhe partnerëve që po ndryshon diçka. Edhe ata fillimisht mund të ketë thënë gjallë ndryshoni pak se e keni bërë bal tani, ku ka nisur kjo punë fillim 2015-16. Se është turp tani, edhe rriti pak besimin e investimit edhe për në Europë tani kemi vështirë të themi këtyre europianëve tanë që ta mafiozët kështu ku nuk ka shtet, ku nuk ka gjykata, për shtyt e botës, po ta ngadalë po tentohet të bëhet një drejtësi më e vërtetë se sa ka qenë plani fillim. Se nuk e votoni këta. Këta mashtruesit, edhe këta janë mashtruar në një moment caktuar. Tani do të shkojmë me detyrimi pjesë. Të paktën këta si eksponent unë i shoh gjithë do të japin e sa para ligjit. Para Zotit po dhe para ligjit. Pjesa më e fortë ose më spikatur e pushtetit, ata që janë njësuar me dhe janë bërë simbol pushtetit.
Pra simbolika e kësaj politike post-komuniste për mua gjitha do të shkoj në koshin e plerave të historisë, duhet i përkasi historisë, që ne du të studiojmë, se ai popull që do të ndryshojë të ardhmen duhet të studiojë mirë historinë dhe të jetë atje si shembull, si mësim historik. Unë i shoh të gjithë si banor të përjetshëm burgjeve shqiptare. Po të kishim ligje më të rrepta, edhe më të rrepta duhet. Ata duhet të paguanin me gjëra më të shtrenjtë, këtë që kanë bërë. Kanë vrarë një popull tërë, kanë sakatuar një histori tërë. Kanë coptuar të gjitha parametrat vital të këtij populli dhe këtij vendi, ta dheu tonë. Po marrim ushtrim, shëndetësinë, arsimin, drejtësinë, policinë që kanë kthyer po thunë sindikat krimi, kështu që këta meritojnë përgjigjen, domethënë, më të ashpër të mundshme. Dhëndri i Berishës, Jamar Maltezi, ka deklaruar se SPAK nuk guxon ta thrasë kryeministin Edi Rama si dëshmitar, duke qenë se ky i fundit ka qenë kryetar bashkie në kohën e privatizimit të e-sport klub Partizanit. Në këtë rast, pse SPAK nuk e thret Edi Ramës si dëshmitar dhe kur nuk guxon të bëjë një hap të tillë sa i përket kësaj dosje, lind një pyetje e natyrshme, si mund ta thras më pas për dosjen e Charles McGonigal. Tani, më mirë më kështë bërë pyetjen vetë, se sa më futë dhëndrin zotredhur Berishës. Komentoj tani. Jo, nuk do të referohemi atij. Ideja është që pse SPAK nuk e thret si dëshmitar. Ai zotredhuri atje duhet përgjigjet edhe për gjëra të tjera. Është akuzuar publikisht ku ka qenë ka ajo agjencia e Bagdadit, edhe për gjëra të tjera. Boll kemi dëgjuar për dhëndrin de jure Berishës. Tani të vazhdojmë me këtë pjesë që nëse ka vepër penale dhe ka SPAK-u çështje për të zgjidhur dhe nuk e thret Ramën, ky është turpi i SPAK-ut, po dhe turpi gjithë neve që akoma pra tregon që jemi në një moment ngjizje, fillestar ngjizje të drejtësisë, pra akoma nuk kemi drejtësi e cilat këtë ka përcyer mentalitetin pegmarrës, pa që të shoh çdo qytetar të Republikës Shqipërisë, po dhe të huaj që bën vepra penale krahasisht Shqipërisë si objekt të punës saj. Nëse ai ka të drejtë, nuk e di tani se çfarë shkelje ka bërë. Me aq sa kam lexuar dosjen, unë s'kam konstatuar shkelje, por nuk jam unë ai që menaxhoj procesin. Aty ka persona të tjerë që duhet të jenë. Pra, investigimi duhet ishte bërë gjithë përfshirës. Pra, Zoholli Dhëndër na thot që Rama pas ka ndihmuar familjen atë kohë. Pra deri diku po më ka drejt mua, që këta u merr vesh bashkë. Pas ka ndihmuar familjen, por në fakt është bërë një debat KKRT-ja e madhe me të voglën, ku Rama nuk ka qenë dakord dhe ka çuar deri në gjykatë kushtetuese. Po ai nuk thot ai thot një firmë atje. Unë nuk besoj që ai ka vjedhur tokën shtetërore, pra bëhet fjalë për një tani prosie nga toka shtet në privat, për të zmadhuar atë gjurmën atje, e ka vjedhur me firmën e Ramës. Të duhet parë. Kur është marrë dhe si është marrë. Dhe kjo se ka bërë Rama, përgjigjet me gjithë atë. Do të jetë shansi mirë për ne, pra i kemi me ofertë për para drejtësisë. Kërkonin njëna, shkuan dy. Shumë mirë. Të shkojnë dorë për dorë ku e meritojnë. Po këtu ka kontradikt. Po pranon që Rama i pas ka ndihmuar, pas ka qenë pro këtyre, pra e mbyll ka njërin sy dhe dy syt Rama kur vjen puna dhe për kundërshtarin, se respekton si kundërshtar, është i denjë për Ramën, dhe në krahun tjetër nuk jep prova dhe fakte. Pra, Rama, nëse ka vepër penale,
Po ç'do më thonë kjo tani? Unë jam i pafajshëm se ti nuk thret atë tjetrin. Këtu bëre me faj të Ramës, e shton fajin e këtij edhe të vjerrit këtij. Të dhëndrit Zoholl edhe të vjerit zullum e madh. Se bëre fajtore e Ramës tregon që këtu pas ka vepër penale dhe juve pra taktikisht ai mendon se po çorodit njerëzit dhe opinioni publik, por nuk mendon që njerëzit që kanë mund kokë e analizojnë në këtë mënyrë. Pra, që nga e vërtet që këtu ka vepër penale, në mos pas vepër penale që ti si familje e ke bërë të pasuri në mënyrë palishme nga vendimet e vjerrit tënë, e ke bërë me vendimin e kryetarit të bashkisë e pasaqe Rama. Por ama ti çeke në pasuri të palishme. Ti ke marrë të stakon. Pra pas ka vepër penale. Ose tjetra ja ludon, nëse ka vepër penale, pse nuk merret dhe Rama? Ti nëse ke kallëzim, shkoj për kallëzim. Ti je atje në gjendjen më të papërshtatshme për ta inkriminuar Ramën në këtë mënyrë. Kjo bëhet kur ti bëhesh i penduar dhe kthehesh në bashkëpunëtor të drejtësisë. Se bashkëpunëtor me drejtësinë mund të jem dhe unë, po s'jam i penduar, se s'kam çfarë pendohem. Unë pendohem që su kam rënë atë këtyre më herët edhe më fort. Mos i kisha lëmë me zhëllë mjeti, këta të menin pushtet. Ky lloj soi i pa cip, i racës tonë, shqiptare të merrte pushtet dhe të bënte këtë që bëri. Për këtë unë kam pishmanet e mia dhe mund të pendohem. Bashkëpunëtori i drejtësisë në një mënyrë mund të jesh dhe ti, që përcjell vërtetën. Pra, ke mundësi ta devijosh, por nuk e devijon. Nuk je agresiv deri mbase me hapin tim, po të paktën nuk e devijon vërtetën. Nuk e zbukuron. Nuk thuhet vërteta sipas interesit tënd. Por ai zotëria është në akuzë. Ai ka drejtë, duke qenë në akuzë të bëj kallëzime, siç i bëri Beleri. Ta bëj kallëzimin për Ramën, pse nuk e bën? Pse na ndodh ne me atë zërin e vet në Veriçëm nëpër media? E dyta, ti je dhënë i Berishës, aq i ke vlerë. Edhe media nuk duhet ta besoj për më tepër se kaq tani. Tani ne mi që komentojmë Berishën, kjo është i pavërtet, edhe 4 thot pro dhe 8 kundra, dhe atë poshtë vetën, që po e shohim që nga dita në ditë po bën edhe gafa që nuk i kontrollon dot, pra që janë dhe gafa logjike, tregojnë dhe demencën që po i vjen tani bashkë me hallet e tjera. Por ne tani duhet të shpenzojmë kohë edhe me deklaratat e njeriu që për mua është krejtësisht i pavlerë. Edhe deklaratat i ka të më thënë pa vlera dhe edhe pa lezeshme, nuk e di të më thënë. A ngacmohet opinioni publik, po unë nuk ngacmohem nëse del ai. Ai e di veten që është dikushi. E di veten që gëzon nga mallësia e Berishës, po jo, nuk ka lidhje. Ndërkohë, SPAK ka administruar prova të reja sipas të cilave ka dyshime se Ilir Meta ka kryer së bashku me Monika Kryemadhin pagesa online deri në 240.000 euro nga një kartë bankare që mbahej nga biznesmeni Adrian Shatku. Ndërkohë nga ana tjetër vetë Ilir Meta ka hedhur poshtë një akuzë të tillë duke cilësuar si mashtrim nga ana e SPAK-ut. Ju si e lexoni? A ka prova të tjera ndaj Ilir Metës dhe këto që ka administruar SPAK-u deri më sot janë vetëm fillimi? Ne dim nga procesi, po ta lexojmë me kujdes procedurën, pra jo gjithë njerëzit kanë dieni. Nuk është deklaruar mbyllje e hetimeve. Pra është komunikuar akuza, po jo mbyllje e hetimeve. Po ka zgjatje të hetimeve, po. Jo, nuk është deklaruar mbyllje, pra mund të vazhdojnë hetimet, pra. Për arsye të ndryshme, pra ka një
ka një fazë kur komunikohet akuza, organi i akuzës ka bindje të patundur pasaj që personi fjalë ka kryer vepër penale. Pra, ekziston ai quhet fakti penal dhe ekzistojnë provat që vërtetojnë lidhjen shkak pasojë të personit të akuzuar me faktin penal. Pra, këto ekzistojnë. Tani çdo provë në trendin e punës që ka organi i akuzës, ata kanë konstatuar se çdo provë më tepër mund ta rëndojë situatën, por nuk e ndryshon situatën. Edhe pse ata kanë detyrë të mbledhin edhe provat që janë në favor të personit nën akuzë. Pra për të qenë të ndershëm, edhe për këtë do doja të kishte një proces të drejtë. Pra organi i akuzës të hetojë dhe të marrë në konsiderat edhe provat kundra, po dhe provat janë pro, dhe argumentet kundra dhe pro. Ajo që ne shohim nga krahu i Metës, i cili ka qenë dieni të gjithçkaje që po del tani, dhe i ka paraprirë me një distancim moral nga bashkëpunëtor parti, jo më kot bërja të shërë parti, dhe jo më kot njerëzit që i ka larguar, pasën që i larguar për arsye të këtij procesi SPAK dhe asgjë tjetër, pastaj dhe shkatroi familjen në mënyrë reale apo jo, nuk ka rëndësi, por ligjërisht e ka shkatruar familjen e tij dhe ne na ka përcjell pak në mënyrë reale efektin e shëmtuar se si mund të kaldiset një burr shteti nga këta që ne kemi pasur këto 34 vite mbi kokat tona. Pra pam thelbin e një pjesë jo të vogël të pushtetit, është një nga 3 njerëzit më të fuqishëm Shqipëri, ish president, ish kryeministër, ish vicekryeministër, ish kryetar parlamenti, ministra disa herë etj. Por ne pam që as devocioni dhe as etika e këtij personi nuk ka të bëjnë fare me burin e shtetit në konceptin filozofik, po dhe atë moral. Unë mendoj që ky proces do të shkojë gjatë, të shohim sa të shkojë seanca paraprake, mund të shkojë, nuk besoj të shkojë sa që ka shkuar në raste të tjera, por ka drejt gjyqtari seancës paraprake ta shtyjë për hetime deri në 2 vjet. Por në momentin që do të deklarojnë mbylljen e hetimeve, atëherë edhe gjyqtari do të marrë vendimin, do të kalojë çështja për gjykim, siç është kjo e Berishës për Partizanin, do të kthehet për jetim apo do të pushohet çështja. Kështu që jemi në fazën e parë, edhe Meta ka zgjedhur të mbrohet edhe politikisht, po dhe duke kapur me procedurën, dhe më rëndësishme që ka zgjedhur ai është të mohojë gjithçka. Se ne e dimë që këta burrat e shtetit ja kujdesur të mos vënë vetë firma dhe të marrin kamikaz. Por nuk janë vetëm firmat që fosin burg, janë dhe dëshmit. Kështu që prova më rëndësishme në këto gjyqje do të jenë dëshmit. Dhe kur themi dëshmie, amerikanët kanë një term affidavit, dëshmi në mbetim. Ne vërtet kemi në mbetim se themi për në bazë të kodit procedurës, që parashikon dhe dënimin, por ne do të forcojmë institucionin e dëshmisë, sidomos në këto moment. Kryetarët e shtetit tonë dhe qeverive tona janë kujdesur të mos firmosin vetë. Por janë kujdesur që personat të cilët kanë pasur delegim pushteti për tyre dhe janë pompuar në pushtet për tyre dhe janë mbajtur në pushtet për tyre, të plotësojnë të gjitha dëshirat, orekset edhe epshet e atij që me të mek nuk ka pasur fjalë. Nuk ka pasur një guxim të prokurojë në kohën e Metës, në ministritë e Metës, pa lejen e Metës, apo të Ramës, apo të Berishës. Ta harrojmë. Rama kujdeset edhe për anën e jashtë pallateve, edhe për arkitekturë.
Dhe mundësisht ta shohë edhe këtë intervjë. Edhe për arkitektin, thot, nuk do marrësh këtë arkitektin këtu, por do marrë të spanjollin këtu. Praktiku kujdesesh deri këtu. Jo më për tjerë. Do të mbyllësh syt, do të flasësh ligjërisht me demek, unë jam po çaje. Kur nuk menaxhon ministrat e tu, po çfarë? Kështu që ata ministrat që shkojnë atje te Spaku, sado që shkojnë një ministër deputet, të gjithë çojnë nga një copë Rama atje në Spak. Si janë qeveri e Ramës, siç janë ato të Berishës. Kështu që Rama dhe po mos shkoj vetë personalisht, është duke shkuar për ditë çik nga çik me këta lloj ministrësh dhe deputetësh që shkojnë atje. Paktën në sytë e mi si qytetar që i kam akoma 2 parë më në kokë, edhe kam rrit stabilitetin tim për të menduar me kokën time, po dhe mbas ligjeve. Avokat, mes shumë tradhtarëve, po themin thojza, në radhët e ish Lëvizjes Socialiste për Integrim kundrejt Ilir Metës, pra që e kam braktisur atë, dyshohet se është edhe Monika Kryemadhi. A ka luajtur rol deciziv Monika Kryemadhi në procesin ndaj Ilir Metës, apo në këtë rast është thjesht një aludim? Një ata kanë qenë ortak në këtë zallamai që kanë bërë, edhe në partinë që bën, edhe në qeverisje, dhe nëse ajo ka rol në sukseset e Metës, po të quajmë sukses në gjë, do ketë rol edhe në zullumet e Metës. Tani lidhe me procesin, unë nuk besoj që ajo ka shqitur Metën. Po në termin si ku po e shet ajo është Meta që po shet Monikë. Nuk shu e lezoj. Mendoj që të dy kanë gjyna e po thuhet barabarta në drejtim të përvetësimit të pasurisë shqiptare. Janë pasuruar duke u fshehur mbas disa alibish me të copën e tokës atje. Të Nazare, që nuk e di si u morë, me pretendimin se pas kanë ardhur erë në Tiranë dhe kanë punuar fort, por ne që kemi nga 5-600 vjet tu, kemi familje tradicionale të në Tiranë, edhe nuk i kemi këto pasuri, dhe çuditërisht kjo pasuri u rrit në momentin që këta ulën pushtet dhe nuk u quar më nga pushtet. Nuk janë legjenda urbane, po kanë qenë jeta jonë e vërtet, që kemi dëgjuar se çfarë ka bërë njëri zullumqari LSI-s edhe tjetri. Edhe nuk, nëse ka pasur një forcë politike e definuar si një band hajdutësh qeveritar, pa asnjë fije idealizmi në mes, ka qenë LSI-ja. Dhe këtë emër e kanë siguruar vetës me plot merit, ja kanë bërë smetin. Nuk ka një shqiptar budalla që këtë parë që LSI-ja i duhet vendit. Meta dhe Monika i duhet vendit për të qeverisur vendin. Nëse ka disa njerëz që besojnë që i duhet vendit PD-ja apo PS-ja apo LSI-ja, jo. Nuk s'kam dëgjuar. Pra, LSI-ja është për treguar forma më e mirë për treguar si është në thelb politika shqiptare. Dhe ne këtu themi jo po Meta dhe Monika. Atje në gjyq duhet ishte e gjithë LSI-ja. Gjë pa bërë. Fond e para në këmbë, pasurin këmbë nuk kanë lënë ministrat e LSI-s edhe detorët e LSI-s. Edhe këta shefat si më të vegjël. Ku janë këta? Të dy kanë përfshirë rrallësën e tyre, kushurit e njërit e tjetrit, nuk janë. Prandaj mendoj që ky është një hap i parë i vogël. Siç u hyn me batërdi familjare, fisnore dhe s'lan vendit marrin frym, ashtu do të shkojnë para drejtësisë, si kope. Se si kope ju turën pushtet,
pasurie publike, do pasuruan, ashtu të shkojnë. Dhe nuk po shoh zhveshin nga pasurie palishme. Po me ato shpenzime që kanë bërë këta, ajo toka do t'i mbrojë, ajo vila që ishte si gazemë ushtrie, që s'bënte dy pare, dhe këta duke qenë që fitonin më shumë duke marrë me vilën, pse shkonin te rroga shtetërore këta. Kam kaq vite që them unë, vjen dikush në punë, merr 1 milion ca lek, ka biznes privat dhe në biznesin privat shefi vetë financës i paguan 5.000 euro në muaj. Pra ky idioti që duket kështu, që i hap barku për punën publike, ky ka lënë punën e tij atje, i paguan punëtorët e vet me nga 5.000 euro në muaj, po këtu vjen në shtet për 1.000 euro. Po ku vjen shtet ai? Vjen pikërisht ke parat. Po rruan dhe 4-5 milionë euro këtu, minimumi, në shtet, edhe kthehet ke biznesi, edhe kur duan të largojnë, thotë, kam punë të mia, s'ma ndjen fare. Dhe pikërisht këta lloj pronarësh nuk i heq njëri nga shteti, se këta kanë kapur shtetin. Këta janë shtuar tani. Janë pa fund këta që kanë hyrë në shtet dhe janë bërë pronar biznesesh private direkt pasi kanë dalë, ose janë në biznese private, vinë në shtet, dhe çfarë bëjnë? Bëjnë transferimin e parave tona publike te kanalet e tyre private në konflikt të pasë interesi. Në mënyrë ashqare fare. Do thuash i ka të drejta ai, se dim dhe ne, marrin dhe ne vesh nga të drejtat, po ka të drejta të punojnë në shtet. Ka të drejta ai. Po duhet filtrohet mirë ai. Dhe bota ka bërë një ndarje të qartë. E ka parë edhe Berlusconi si përjashtim, po dhe Trumpin. Shteti duhet të jetë një radhë parë një mekanizëm dhe administratës sidomos midis oligarkëve që i kanë të gjitha dhe atij që s'ka asgjë. Tani pushtetin ekonomik e keti aty në privat. Vjen dhe merr të publikun dhe politikun këtu, jo dhe parlamenti. Po pse do në parlament një pjesë e këtyre biznesmenëve tanë? Që vjen dhe nga rruga si rrugaç dhe bërë biznesmen, po dhe në forma tjera. Pse do në parlament, kur ke 30-40 milionë euro? Po çfarë në parlament? Pse syra që fillim ti, si që mi marrë ne me politikë, zdo kështë bërë si pasurije, si puna ime. Po shkon, zhytesh në lumë, bën pasurije ti, shet mallë të janë dhe, edhe vjen tani në parlament tani dhe bën rolin e patriotit. Po ti momentin më të mirë i futë thikën vendit. Kështu që njeriu t'i bëhet një lloj resume dhe CV-je kur merret me këtë punë. Ne nuk ja bëjmë. Vjen ai biznesmeni tani dhe në parlament. Po ç'mo duhet më në parlament? Për ndar torba me ushqime falesh për zgjedhje, po ç'm duhet? Ose toma e tjerë. Për çfarë po shkon toma në parlament? Pse ja thon këta? Për çfarë shkon në parlament? Shkojnë të gjithë për të vjedhur nga i pari nga i fundit. Janë me orekse. Ja kemi hapur oreksin e. Në shtrimi ynë, sa më i nështruar t'jesh me një person, ai më pervers bëhet ai tjetri. Në orekset e tij. Shkojnë të parlament, se kanë nga qielli këta. Kemi edhe polici që krep bishin, dhe është bërë më keq se këta. Kështu që ne jemi detyruar, diskutojmë pafund për ca mini procese. Po që nuk kanë filluar seriozisht. Berisha do të ishte në Burg, ai dhëndri që duket sikur i bie tërkohën fitares ke Teli Hall, edhe ai do të ishte në Burg. Goca Berishës në Burg, çuni Berishës në Burg, gruaja Berishës në Burg, se janë realisht i kanë ndyer duar. Edhe një pjesë jo e vogël e racës tij, që kanë marrë pjesë në prokurime dhe gëzojnë para tani në Vjenë, e ku ta diun nga i gëzojnë, dhe kanë vrarë dhe jetojnë të lirë këtej, edhe bëjnë kulla bashkëpunim me pushtetin, që bëjnë sikur zihen. Edhe tha Ylli Rakipi, tha, u pa taksa tha, kur pa që Ron Veli me shkëzën Berishën, e se përmandër më, ja ky është thelbi pushtetit, edhe fytyra e vërtet e pushtetit,
Dhe të shkoj dhe Berisha tani atje ke Erioni, takojnë bashkë, e shkëlceni, 3 me Erionin atje. E të ftejmë bashkë atje. Por dhe pasurit du t'i zerojnë këtyre. Nuk i intereso mua 30 vjetë, edhe po i boj unë, i 100 vjetë burg bëj. Mi lë ato 10 miliard euro minimumi që mund të ketë shkëlceni, apo Berisha, se thuën që ka miliarda, edhe e bëjmë burgun. E mos lapi më të gjuhën hermatizëse të zhapikut, si ai, si Rama e si Meta, që u lënë burg të një përballë, ku të shkojnë ke 21 bizi, pastaj le të flasin, edhe pa para. E kur tanë të gavetën e burgut atje, me mlefin e gardianit sipër atje. Kështu që unë mendoj që akoma si jemi seriozisht ku duhet jemi. Ne kemi nevojë për një revolucion të pasur, dinjiteti, drejtësie, edhe të krijimit të karakterit ton si popull, të çohemi nga nënshtrimi. Njerëzit janë të nënshtruar më, e shohin me çudi Berishën, dëgjojnë akoma, më thuhet i fa vendi Berishës. Kush është ky? Qa tha ai më të zërin e vetë shpifur? Qa mund thot ai? Që themi njerëzit, jo, kjo drejtësi minimale, s'ka këthim prapa, po të bëhet sa më efektive, sa më plot. Këti drejtësi të kthej dignitetin. Do të dhe shpresën. Se kur unë shoh Hajdutin Berisha, apo Rama, apo Meta, të shkojnë pas qelisë burgut, unë kthej dignitetin. Them Lorit drejt tani, ta kot më hëngre pive ti më zor, po tani ja ku të kam aty përballë. Po kështu, me pak gjyq, se si ti thonë ta, po tani do bëjmë i qik proces nese, tani duhet me bojë, jo më jo. Do kap nga zverku dhe pasurit i kthejmë popull. Edhe për mua du të vazhdoj, du të shkoj spaku tani në Bashki Tiranës, gjitho kullat që janë dhënë. Ka shumë institucione që kanë thyrë ligjin për të letë kullat. Përveç jam pastrim të pasë parash. Nëse nuk ka guxim, le të kapi urdhën më. Kush janë të gjithë, të kapi flagrancë. Të gjithë mëna ditës të arrestoj. Populli s'ka për të thonë plash, për kundër të të thotë shtohet jeta të paqës Samalet, po ta bëj. Ka dhe popull, përveç popullit socialist dhe popullit demokrat, ka dhe popull shqiptar. Kështu që ne në intereson interesat e lishme të popullit shqiptar. To tjerët e ndrojnë lëkurën si pas qefit. Dhe një muaj para pushatës shan Ramën dhe u futën Ramës pasaj atje. E sot që di që Brahim Llari vajti ke Rama, Fajt Basha ke Rama, ky blushi me gjithë që ka ngirur Gjigjon të shkoj ke Berisha, dhe ta lën metën atje. Nuk është çudi. Këta janë njerëzit konsekuent në qëndrimin e tyre. Ju përmendët pak më parë Shkëlzem Berishën. Sa rrezikon ky i fundit sa i përket dosjes së Gërdecit, ku dyshohet si i përfshir në këtë dosje dhe sa gjasa ka spaku që ta çojë përpara dosjen e Gërdecit, por edhe të një 21 janarit ku shumë analistë pretendojnë se Berisha qëndron në pushtet vetëm për të mbrojtur, në krye të opozitës vetëm për të mbrojtur familjen e tij dhe këtë betejë po e bën vetëm për fëmijët e tij. Po edhe unë për fëmijët e mi e bëj betejën. Dhe i kam fëmijët shumë të devotshëm, edhe më të virtytshëm, edhe më shqiptar se fëmijët e Berishës. Për mua, me çfarë kam lexuar, është kokë e këmbë i përlyer në çështjen Gërdeci. Ka folur Gaj Larson, ka folur Diveroli, ka folur ai Aleksandri, ai tjetri, kanë folur amerikanët, janë dënuar disa amerikanë në Amerikë.
por këti Berishës vogël nuk i ka ardhur akoma dita në Shqipëri. Përndetër spaku nuk është spak. Po e trajtojmë atë çështje nga halli i presionit që bëri familja e cila detyroi dhe Strasburgun ta kthejë. Edhe spaku nuk e kishte me qef. Se spaku është skalioni i dytë i atyre që ishin. Ne kemi nevojë tani për hapa të tjerë. Jo më me këta hap. Mos mendoj që na kanë bërë nder, ka bërë detyrën e paguar për atë punë. Ka të tjerë që e bëjnë. Të çojnë të hikin nëse nuk e bëjnë se e bëjmë ne të tjerë. Edhe pa para fare bile. Ky është mision, ky patriotizëm. Ne do të shërbejmë atë dheut edhe popull. Është një popull i denatyruar për këtyre. Që i duket dhe ky zëri holl tjetër, se i sojan këta, se i djen të nxjerrë kapakun dhe bët krushia. Edhe ky Berisha vogël, me atë zërin e tij që mundohet dhe bën dhe ironi, nga bën dhe sarkazm. Po pas atij zërit holl, fshihen vërteta tragjike për mua. Fshihet një pangopsi, një korrupsion në biznesin e çmontimit municionit, dhe prandaj korrupsioni rënon të gjitha parametrat e sigurisë, edhe të çmontimit i rënoi atje, dhe ndodhe tragjedi, si ndodhi, po që janë 20 e ca jetë që fshihen brapa zërit tallës të pushtetit, po dhe të holl gjithashtu. Ka mundësi struktura e posaçme ta shohë jo më si shpërdorim detyre, po ta shohë si korrupsion. Kam disa vite që e them. Sa herë që bëjmë komente në media lidhur kur shkon Fatim Mediu, i them mos e trajtoni si shpërdorim detyre, trajtoni si korrupsion. Aty është përfshirë familja Berisha. Baxhanaku i tij, se Meta s'po njeh më gruan dhe partinë, Berisha nuk njeh dhe Baxhanakun. Kupton se si janë ta një soje. Një lloj soje, një lloj race. Raca e dudhve kanë gjithë një fytyrë, domethënë. Fytyrën e pa fytyrë. Ta duan dhe ka edhe ca vendime në Florida se si nuk ka marrë pafajësinë kundërshtari i këtij, Gaj Larso, se zotëria kërkoi të mbylli gojën atij që bëri librin. Po, akuzoi për shpifje. Po. Dhe unë e kam lexuar të gjithë vendimin që ka dalë në janar 2019. Dhe kam ofruar edhe material. Është në faqen 3 atje përmendet. Se përballë me këta ka qenë si brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Po kërkonte, me sa më thonë, mbi $60 milion dëm shpërblim. Po si paguan tani këto gjyqje pa fund? Këtu, gjyqjet në Francë, gjyqjet ose procese administrative në Britani. Këto kontratat e lobimit, me çfarë paguan ta? Ky investimi që i bëri rikthimit ti, vetëm rikthimit, nga 2021 shi e këtej, për mua janë, me krijimin e foltorëve të janë disa milion euro vetëm aktivitet politik. Kush i paguan to? S'janë para të këtyre më, me para tona. Me para tona para mbajnë nën fundër ne. Ky është poshtrimi, ky është kundërshtrimi. Pse në kushtetutën gjermane ne një është dinjiteti, po njeriu pa dinjitet çdo jetën. Ti ku përballesh që vritesh në mbrojtje të sovranitetit të vendit për dinjitet, sovraniteti është dinjitet. Ndryshe hape derën pushtuesit. Ky është pushtues më i keq. Ukraina e humbi luftën me korrupsionin. Dhe ajo përgatiti situatën për ndërhyrë edhe Putini nga jashtë. Por me Putinin po e fiton deri diku, por reziston, me korrupsionin e humbi, edhe nuk kishte shanse ta fiton. Pra është luftë më e fortë, më e keqe, armik më i poshtër, më i rrezikshëm korrupsioni. Edhe kështu që këta kanë vepruar si familje, si punë e lirit. Se do të shohim pasaj, do dalin lirë kushurit me radhë, e kunetër e tjerë.
Nuk është shumë kjo moment fundi kujtohesh ti dhe bën një divorc ti dhe po ndahesh nga ky divorci nuk efekton historikun përpara. Është një akt civil i cili nuk tregon që ti s'ke qenë dakord. Ti mund mos ishe që fillim dakord. Sot e morë vesh ti? Thot Meta, kam firmosur unë mbi besim të Monika. Unë mendoj që këta duan burë e grua të shpëtoj njërin, dhe ai tjetri duke dalë do bëj politikë e madhe ai, edhe do rrëzoj sistemin, e do rrëzoj malet, e do nxjerrë edhe tjetrin që do jetë në burg. Kjo është një lojë e thjeshtë, një plan i thjeshtë, po që i shkon për shtat kapacitetit mendor të tyre, po jo reksit tyre. Ndërkohë, para pak ditësh, presidenti amerikan Donald Trump firmosi një urdhër ekzekutiv duke zgjatur me një vit emergjencën kombëtare, siç quhet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket raporteve me Ballkanin Perëndimor, ku ka bërë të ditur se do ndërmerren sanksione apo masa shtesë ndaj individëve, zyrtarëve të lartë apo dhe politikanëve që sfidojnë politikën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e vendosin në rrezik atë, si dhe do ndërmerren masa ndaj atyre që sfidojnë sanksionet apo non gratat e vendosura ndaj tyre më parë, dhe këtu mund të përmendim rastin e zotit Berisha. Ju si e lexoni këtë urdhër ekzekutiv dhe sa efekt do të... Nuk është vetëm për Berishën. Patjetër. Non gratat e para e kanë nxjerrë kjo administratë, Trumpi numër 1. Pra njëti president me një administratë tjetër. Ku ishte Lalla, Tom Doshi edhe Vangjus Daku, e ca tjerë. Ka vazhduar Biden, tani vazhdon prap Trumpi. Se Berishanët e shitën sikur Trumpi nuk e zuri gjumi për Berishën dhe erdhi në garë për të marrë pushtetin për Berishën, se ishte frymëzuar për Berishën dhe ja kishte borxh Berishës. Emisioni më pashëm që kemi bërë bashkë, intervista më pashëm kanë thonë që establishmenti shqiptar nuk po merret më në konsiderat nga administrata amerikane. Dhe institucionet amerikane po qëndrojnë, unë i shoh me kurrizë në drejtim të establishmentit shqiptar. Me kurrizë nga Berisha, nga Rama dhe nga Meta. Nuk shet më njeri dëngë ato që kam Amerikë. Dhe janë për mua edhe pa dëshirueshëm edhe raport me Amerikën. Po të ishte, do e shinim edhe në përshëndetjen për zgjedhjet për Berishën. Unë jam një qytetar i thjeshtë, por ju siguroj që vetëm se jam qytetar i thjeshtë, i pa implikuar, korrekt në lidhje me edhe marrëdhënie midis dy vendeve, se gjithmonë kam pasur një vokacion pro kësaj aleance strategjike, pra që Shqipëria duhet të ketë politika përcaktuar qartë me aleatin e saj kryesor strategjik me Shtetet e Bashkuara, besoj i kam dyert e hapura 1000 herë më tepër se këta. Kjo është për treguar që këta janë ditë hallit në lidhje me qëndrimet e reja që do të bëjë administrata e re amerikane. Dhe kur thonë ata do të merren masa të tjera, atëherë çoheni fantazinë deri në fund se ata nuk ndalen. Kur duan ta rregullojnë diçka pasaj, të çojnë vetëm një SMS ata. Aq më tepër me rastin e Trumpit, i cili e tregoi edhe në ndërhyrje në Iran. Po, një SMS i dërguan dhe ati, Ayatollah. Këtyre që sharakve këtu nuk e di çfarë çojnë ata. Nuk ndalen më pasaj. Siç duket të thjeshtë dhe të mirë kur i ke miq, po kur kthehet kundra pasaj, e sidomos të vë të gjithë baterinë e institucioneve shtetërore, i ka të merruar, besoj, lajmi i djeshëm kur Trump tha do ta shkritha Elon Muskun. Do ta deportoj dhe ata tha. Ishte Elon Musku që talli me kryeministrin e Britanisë, me kancelaren e Gjermanisë, me ministrat e kryeministrit e Polonisë.
Dhe për ironi të fatit tha, do t'i kthej kundra tha atë makineri që krijoi vet, Dodge. Ndërkohë që deri dje kishte Departamentin e- bashkëpunëtorin më të afërt. Eficiencës, po. Kështu që kemi sot president në Amerikë një person i cili tregon që nuk fal kollaj. Kush ka gjuna, unë uroj që gjithë establishmenti politik këtë kriju raport e konflikti me të, që të na ndihmojë dhe kjo punë. Por që ai besoi termin emergjencë nuk i shkon atij, kostumit atij. Nuk është nga ta njerëz ai që bashkëton gjatë me konformizma. Unë thot president Amerikë e tjetë Ballkani Perëndimor në emergjencë, ja më thot, ky është torpi im thot. Aq më tepër që në rastin e Iranit ai nuk respektoi dhe atë që kishte deklaruar vetë afatin dyjavor. Ato janë pastaj taktika dhe i ka bërë i menduar ato, por ai ka treguar që Jo, e kam fjalën që është i paparashikueshëm. Jo, në të po, e ka mbjell Kastila këtë. Ai është i parashikueshëm në paparashikueshmërinë e tij. Ai e ka mbjell të retorik me vetdije. Kujdes, se unë mund të bëj atë që sa them, mund të them atë që se bëj, për marrë të kundërtën, po edhe mund të bëj atë që them. Unë jam i hapur. Ku është i hapur me njerëz në forma tjera për dille, është i hapur për dill, po gjithmonë fitoi Amerika atë parë. Por ata që nuk janë të denjë për bërë dill me të pasaj, ka vetëm sanksione edhe ka ndëshkime. Ai bën një rikthim në politikën e forcës, nuk të e shoh. Është politikë e vjetër, para vitit 1920. Politikat e ekuilibrit, forcës dhe të marrëveshjeve. Ka një kthim brapa. Mbas edhe Amerika u lodh me këto politikat parimore të rigje mos kaput. Thot, por të rikthyer te parimi më të fortë, na duhet një farë shfryrje stresi energjisë, domethënë, dhe ripërcaktim të vetes në bazë forcës. Kështu që mendoj do të jetë në favorin tonë, se ka disa nëngrata të përcaktuara nga departamenti thesarit bile, si faktor destabiliteti në Ballkan, në lojra të pista dhe ne i shohim fatkeqësisht shumë media e tani konfliktin e fundit antisemit, pro-Iranit, pro-Rusis, anti-Europë, anti-Amerikë. Edhe kanë krijuar dhe qasje tjera dhe mbështetje këtu dhe po elmojnë njerëzit. Kështu që besoj do kemi disa veprime. Si mendoni me këtë urdhër ekzekutiv, a janë shuar shpresat dhe përpjekjet e Sali Berishës për të hequr non gratan, edhe pse ai pagoi $6 milion në formën e kontratës së lobimit për të hequr non gratën dhe për të pasur akses në administratën e Donald Trump? Tani me sa shohim parat do jenë devijuar jo më drejtim të heqjes non gratës, po do jenë kanalizuar në drejtim të blerjes e botimit disa shkrimeve në disa media amerikane. Edhe po të shohësh përfunduan tek një ish këshilltar i Trumpit, pensionist, të cilin Trumpi e ka etiketuar më keq se çdo njeri tjetër kur prezantoi qeverinë Trumpit 2. Kur tha budallaj Bolton, dhe këta tani pretendojnë që duke nxjerrë John Boltonin si një person që mendon që duhet të rishihet non grata, mendojnë se mund të manipulojnë opinionin publik shqiptar. Le t'i kthehet media çfarë ka thënë vetë Trumpi për John Bolton përpara 6 muajsh, dhe atëherë do të kuptojnë mirë se në çfarë rrafshi zhvillohet loja e Berishës për heqjen e non gratës. Jo më që nuk ka shpresë me këtë qëndrim të administratës Trump, por unë mendoj që ta mund marrë edhe veprime ekzekutive
Pra kjo është më e rëndë kjo që po them. Pra mund të hapin procese vetë, të varet se ku kanë shkelur këta, mund të bëjnë dhe vetë arrestime, ekzekutime arrestime. Pra deri këtu mund të shkojnë. Kështu parashikoj dhe e ka edhe amendamenti Biden e ka këtë, i qeshoi 2021, po edhe kuptoj nga veprimet, nga çfarë thotë shtyrja me 1 vit emergjencës dhe marrjen e veprimeve efikase, pra efikase do thotë deri ku nuk ecën me këtë formë do vazhdosh të rëndosh. Do ashpërsosh qëndrimin. Dhe mendoj që dhe veprime të tilla mund të kemi. Shohim, Trumpi ka dhënë drejt vetes të hyjë në Panama, të hyjë në Grenland. Sa rrezikon në këtë rast kryeministri Edi Rama, i cili ka edhe një dosje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket aferës ish agentit të FBI-s Charles McGonigal, ku duhet thënë se është një ngjarje mjaft e rëndë dhe dyshohet se ka korruptuar ish agentin e FBI-s. Ndërkohë e pam edhe në summitin e fundit të NATO-s që u mbajt në Hag, ku kryeministri Rama u përpoq që të kishte kontakt me Donald Trump, por ishte, po themi, shumë i distancuar, pra u lanë në distancë nga ana e presidentit amerikan, ndoshta për shkak edhe të agjendës që vetë kreu i Shtëpisë Bardhë ka pasur atë ditë. Shiko, mungesën e kontaktit nuk e shoh rastësi. Tani deri ku shkon e dosje, nuk e di. Nëse thonë që është ripyetur nga prokurori i Washington DC-s, është pyetur prapë me McGonigal për para pak ditësh. Nuk e dim çfarë ka thënë. Nëse hapet e çështje, ajo çështje do të jetë me shumë probleme pastaj. Nëse do të jetë kështu siç thonë ju, do të jetë me shumë probleme. Nuk e shoh kaq thjesht. Pra duhet parë mirë, po mendoj do të jetë në një tjetër. Që ka bashkëpunuar me Deripaskën, që mua Deripaska më dilë edhe këtë çështjet e Ismailit. Pra, ku kam pasur bashkëpunim me organet e sigurisë për të marrë vesh me kë kemi të bëjmë, na dilje në për ta komunikime me Deripaskën. Dhe që na bien ta ministrat tonë punojnë me Deripaskën, na bien në nivelin e Ismailit, është turpi tyre, po do jetë turpi ynë që të mos i dënojnë pasaj, se meritokën dënimin. Një vend i cili është jo përgjysmuar, por ne mund të jemi gati për thuaj në zhdukje si racë vetëm nga genocidi që u krijua nga strategjia ruso-slavo-ortodokse e viteve 1800 edhe fillimi 1900. Qindra mijë shqiptarë kanë lënë vendin, janë vrarë, janë sakatosur, vetëm për të krijuar të krahun ortodoks vertikal nga veriu deri në Egje, për krijuar të hegemoninë, për dalë Rusia në ujërat e ngrohtat mes dheut, dhe ne si shqiptarë të punojmë me oligarkët e besnik të presidentit të Rusisë, për ky është turp. Kjo është tradhti për ne. Edhe ne duhet të definojmë politikat tona. Ne s'duam të kemi marrëdhënie të këqija, po të bashkëpunosh me ta tradhti. Dhe kemi kohë pa parë që të dënohet një njeri për tradhti kombëtare këtu. Tradhti ndaj dheut. Kemi kohë. Që mbas 90-s u harrua kjo, po në fakt tradhtia është ulur këm kryq. Dhe në karrige më të larta të pushtetit, domethënë. Dhe zonë thonë tradhti, ai ta flasin pastaj. Ta definojmë mirë. Po këtu tradhti. Dhe tradhtia më e madhe kombëtare për mua është korrupsioni. Si mendoni, pas këtij urdhri, SPAK-u do të intensifikojë përpunimin e dosjeve, po themi, apo bashkëpunimin me institucione të tjera amerikane, siç është
edhe FBI-a apo të marrë ekspertizë shtesë në këtë rast për të çuar përpara një sër dosjesh apo një sër rastesh korrupsioni në nivelet e larta, duke qenë se muajt e fundit e kemi parë që para zgjedhjeve, por edhe tani sikur ka rënë në një letargji, ndërkohë që në fund të këtij viti mbaron edhe mandati Altin Dumanit. Mos krijoni kulte personaliteti. Jo, thjesht për procedurë. Jo, që mbaron mandati dhe po le të dim, mbaroj mandati çka. Se po si ishte Altin Dumani s'do bëj Shqipëria. Po si ishte Rama nuk bëse Rama këtë ka mbjell. Është për mua si besimtar shumë e rëndë, thotë. Ne mbase nuk kemi kështu, po më të mirë se ne s'ka. Po se çuam me Shqipërinë në Europë se çon njeri. I bi që vetëm Zoti është një. Dhe prandaj besimtarët janë të qetë edhe janë të saktë kur thonë. Ai që është i pazëvendësueshëm me Zotin, gjithë njerëzit janë zëvendësueshëm. Po kur hypen pushtet na duken dhe më të zgjuar, dhe më të bukur, më të fuqishëm. Themi ky ka diçka të veçantë hyjnore, ky që na arrit deri këtu. Harrojmë ne që ka sjell pazari me gangsten e lagjës dikë dhe ka hyrë deri në majet më të tërë pushtetit pastaj. Ose në i krushtia dhe i pislik tjetër. Jemi në Shqipëri dhe duhet të heqim dorë, pra të edukojmë veten, të heqim dorë nga mallëstia e diktatorëve që i mbjellim ne, i delegojmë ne mallëstia ti, duke respektuar është shërbim publik. Mos ofendo, pa dhe mos i bëjtë e menara. Po qa janë, si të them shqiptarëve unë, këta që janë të pazëvendësueshëm. E kam thonë dhe herë në emisionin tëmë, a hanë këta vlla? Patjetër, janë vdektarë si ne, po. A shkojnë, i heqin pantallonat atje ku shkojnë. Ideja është... Këta që janë madhështor, edhe njerë, madhështori, a heq pantallonat? Patjetër. Po tjetë ky Zoti madh, që ka zbrit nga lart. A urit atje? A e zë gjumi atë? A plaket ai? Është zbarë më kej se unë për shumë Rama. Berisha vetëm kjo është zbarë. Po, nuk di çaj bën me çaj lyhen ato, me ato konate vjetra dikur. Po edhe është krust dhe i ka vajt unda ke mjekra. I ka dalë shtrigania në fytyrë i ka dalë. S'është më Berisha i ri që tani del me kursim se u lodh shumë për fushatën. Bile dhe vitet i ngatron. Jemi 2025 në ple për 2027. Këta e madhështorë. Po Zoti janë dhe parimet e mëdha, nuk plaken. Zoti im në mënyrë figurative nuk plaket. Zoti PS-s u plak. Bile Zoti të PS-s nuk ja varë më Zoti Amerikës, ai Trumpi. Si ka mundësi? Ja ofendoj Zotin, të zbrisni veten ju. Zoti PD-s gjeri cakona rreth shtëpie. U ka të ndis t'i bëj avokati Lasi Vitaja në kratë tjetër, e të ndihmoj Flamur Noga. Po që s'ky Zot, si ka vegla tilla, si ka muri. Unë shumë mendoj. Ka njerëz, që ishin të? Njerëz si unë e si ti. Që mund të kenë një, kanë kriju tani ca stereotipin e tyre si politikan, po disa gjëra mund të jenë më të aftë se ne. Po unë jam i sigurt për këtë që po them këtu. Po gjën më kryesore që i duhet një burr i shtetit, një politikan shqiptar, për devotshmërinë, të paktën me mua, edhe me ty, edhe me çdo shqiptar që nuk ka qenë pushtet, ta janë shumë larg. Ta janë shumë të vegjël. Se kam pasur mundësi ta tregojnë devotshmërinë. Dhe prova më e madhe që është prova e pushtetit, ta nuk e kaluan dot. Mund të bësh si Zoti ke partia jote, po bota që ka e madhe, të shfryn ai nga Amerika. Bam. Ku do bëj? Në këtë rast, a do të ketë spaku në këtë rast pra një nxitje shumë më të madhe? Po kush po pyet për spakun, o bardhë, se po do me fut spakun dhe spaku do të tregoj burnis, do i bindet Trumpit e këtyre.
Nëse këta kanë bërë vepër penale në Amerikë, ai të merr për veshi këtu vëlla e çon atje. Pra se për konsiderat fare Edhe s'pagu. uaj, po ti bërë vepër penale në dëm të shtetit ton, edhe ai ekstradohet. Tani nëse ajo është e rëndë, po vërtetuar. Nëse ke bërë vepër penale, do shkosh vetë. Ose do lësh lesh themi ne ta mbyllësh atë punë. Ne deri tani nuk e dim, mos flasim para kohe. Nëse është ashtu pasaj, hajde ta lëshojmë edhe atë dufin që kemi. E të mori koka erë të bësh politikë madhe kundra Trumpit, nëse ke bërë, paguaj. Me gjithë rëmbythjet që ke nga mbrapa. Që nuk e kuptojnë që janë thjesht njerëz në provë. Zoti ka vënë provë pushtet, edhe pushteti shumë i përkohshëm. U duk Berisha sikur s'do binde në nga pushteti, kështu duket e Rama. Si të duket koha kur duket sikur ka ndonjë vetëm 2 ditë, ai dhe Meta, sa shpejt ka i koha. Kështu do duket, edhe Rama do ikë nga pushteti, më nuk e mban dot më. Do t'i thyet karrika, duke qëndruar do t'i thyet. Ta kapi me thonje, me dhëm, si doj, nuk e mban dot më. Vjen një moment pushteti bëhet si ujë, nuk e mban dot ujë në dorën grusht. Sa do ta mbash grusht dorën. Iku, ai prova kohës që kishe aq ishte. Iku. Lëri dëngla do ta bëj unë Shqipërinë, Shqipërinë ke bërë pilaf, lëri aty tani se bëjnë tjerët. Do ta bëj ai që do më shumë. Që ka më devocion. E ka thonë ai lart dhe mos u mundo ti bësh kashillik Zotit, sa ai do të fliqë më shumë nga të gjithë. Kur i bën kashillik Zotit, edhe hiqë si Zot. Ai vetë di që nuk është Zot. Ai kur ka hall thot o Zot. Tani e zi, nëse është e vërtetë kjo që thua ti, do thot o Zot më bëj dërman. Se nuk i dihet. Nuk ka shakara tha me këto punë. Shtri këmbën sa ke organin. S'mund t'jesh burr globalist i botës me fuqinë e Shqipërisë. Maksimumi mund t'jesh i madh moralisht, si non Tereza, fare pa shtet mbrapa. Por lojët e mëdha nuk i bën dot pa pasur një shtet fort. 2 përjashtime ka njohur bota. Titon, dhe prap kishe një Jugosllavi që më e fort nga ana ushtarake si Italia, që në atë kohë ishte numri 6 dhe numri 7 në botë për industri, me 20 milion banor, me një sipërfaqe territoriale më të madhe se Gjermania perëndimore. Asaj kohë. Edhe Haveli. Ai njeri erdhi, solli një moral edhe iku i nderuar. Ta kanë ardhur sikur nuk bën dot drejtësia, nuk bën dot njerëzimi pa qenë po ikër, nuk u lodhet duke mos bërë as i punë të mirë, ikër. Ikër lër tjerët. Ta du mbjellin këta që këtu fillon e mbaron dielli, te këta. Dhe vetëm për atë kurthin e individit që e pa shpadashit shprehur nga ana juaj, prandaj po e theksoj. Nuk ka gjë më keq për një popull si nuk ishte shprehje kulti të individit, ishte kulti i individit. Dhe unë detyrohem një herë edhe t'i ofendoj ta burrat e shtetit tan për t'regu shqiptarëve. Ky është Zoti yt që po ta ofendojnë tani. Mbas ai nuk e meriton të ofendosh. Po ta ofendoj vetëm për t'regu, le pastaj do ministrat. Po këtu ka kulti i individit kriminali me që ka bërë 30-40 vrasje. Patjetër, është mendësi e po këta do t'i çojnë tani kriminalin, do t'i çojnë Trumpit atje? Si do e bëjnë tani? Se shqiptarëve ja çon kriminali ke shtëpia, apo ti deputetit. Po Trumpit këtë i çosh Trumpit. Ta vesh me brekt kuqe ai. Edhe qeverinë e kriminalit. Se është Amerika atje. Që nuk ka, kur të mbushet kupa, të mbushet kupa. Tani ne na është mbush kupa me këta. Mbase është mbushur edhe Trumpit. Jetë mbushur, më mirë për ne. Nuk do kemi në gjithë keqe. Edhe të dyja partitë shkojnë dorë për dorë në breg të lanës atje. Edhe 20 vjet mos merren me politikë, se vetëm këto e kanë Shqipërinë, këto e bëjnë Shqipërinë,
Pra, edhe të mbjellin, e të bëj për budalla me zor, mos ha për shgojen. Sa thua ti që gjo, unë mendoj që vendi bëhet kështu, vetëm PS-ja e bën Shqipërinë tot. Kuptoni? Dhunë. E pse se bëri kjo PS-ja që ka 41-shi? Vetëm PS-ja, po me kë bën PS-ja? Kështu që ne mendojmë që Shqipëria t'i kthehet shqiptarëve. Pronat t'i kthehen shqiptarëve, e drejtat mos jetë cunguar, mos ketë diskriminuar, se kur thua vetëm PS-ja, më ketë diskriminuar mua. Unë mund t'jem një person i vetëm. Më lë t'jap kaq kontribut sa është mundur t'jap, dhe aq sa më kërkon, aq sa dua unë t'jap. Po dhe aq sa i deverdis vendit tim. Jo mos ta du thot kontributin, le t'i bësh mirë vendit, si shërben humorit tim qeverisës, e unë ta dua. Kështu që meritojnë urrëtin ton. Edhe një poshtym publike si establishment e meritojnë. Kusur si kanë lënë të vëndi. Kusur nuk kanë lënë të vëndi. Meri me radhë. Kusur më, të babzitëm. Dhe njerëz që edhe në jetë normale janë lumë. Të me gojnë plot, i njofë lumë. Sa më lartë të pushtetin shqiptar, aq më pak shef njerëz normal. Edhe në jetën e tyre familjare. Le ta mbajnë atje, të ta gëzojnë edhe këta. Do hapet, do dalin mbajtjet e kurrë, po fillon të dal. Me njerëz lumë, me njerëz pa personalitet, me njerëz që cënojnë besimin në një populli, me njerëz që cënojnë dhe historinë, se ky vend është amanet nga të parët tanë. Pak lëre vendin aq sa i gjete. Po vjedhë për ditë të asro para jashtë, shto gangsterët në pushtet, po do na vit dita s'do na studioj më njëri. Ka ardhur dita po kërkojmë që shqiptarët të rinë si në Texas, gjithë më armë shtëpia. Se paktën të jemi barabartë me gangsterin. Se gangsteri lidhe me policin. Policis letu të mbash armë, kur vjen gangsteri që ata e letë mbaj armë, se e ledhe pushetari, ti je në minorancë dhe jap rrugën. Ti je në inferioritet. Se s'ke, ai me armë dhe ti pa armë. Të paktën bëjnë barabarta. Do deri këtu kemi arritur. Nuk të doja kur që në këtë vend të qarkullonin armë pa leje. Po këtu policia është bërë bashkëpunëtore, mos them është ortake plot tani. Nuk është më vetëm shërbëtore, por dhe ortake plot. Kështu. Zoti Kara, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë juve bërë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.